Problematika e mosfurnizimit të rregullt me ujë të pijshëm në qytetin e Vlorës me sa duket është zgjidhur. Drejtuesi i ujësjellës kanalizimeve në Vlorë, Ermal Murati, në një deklaratë për mediat sqaroi se kanë ndërhyrë dhe kanë rregulluar presionin në pompa. Aktualisht, sipas tij, edhe lagjet fundore kanë ujë të pijshëm. Mes të tjerash, ai tha se kjo mungesë e ujit nuk ka penguar që turizmi të vijojë normalisht. Prej ditës së premte, nga ndërhyrjet që janë kryer, situata është normalizuar dhe dua të them që sot në mëngjes nga monitorimet në terren dhe investigimet kemi parë që gjitha zonat fundore kanë marrë ujë në mënyrë si më parë, le të themi, çka do të thotë që gjithë le të themi pjesa e ndërhyrjes së bypassit, rikthimin e presionit ka dhënë rezultatet e pritshme. Zona e lungomares apo e turizmit, njëkohësisht qyteti i Vlorës, nuk ka pasur problematika mbi furnizimin me ujë, përjashtuar zona të cilat nga investigimet dhe monitorimet që kemi bërë në terren kanë pasur problematik në lidhje me mënyrën e rrjetit shpërndarës aktual. Zonat që kanë qenë më të prekura janë në hyrje të qytetit të Vlorës, zona e Pusit Mezinit, zona e Nartës, zona përballë DPSHTR-s, Jallit Nartës ku janë 3 pallate, njëkohësisht një pjesë e lagjes Kushtrimi dhe lagjes Lirim. Sipas tij, pas vendosjes së rrjetit të ri të ujit të pijshëm, problematika të tilla do të evitohen. Ai thotë se rrjeti aktual ka shumë humbje dhe është i amortizuar, duke bërë që të kemi të tilla situata. Dua të them që projekti për sistemin e ri shpërndarjes për qytetin e Vlorës parashikon 3 element kryesor: sistem shpërndarje, dhomë të rekomandimi bashkëkohore dhe standardeve europiane të rezervuarët e qytetit Vlorës, njëkohësisht dhe stacioni numër 4, i cili është stacioni kryesor i furnizimit me ujë të qytetit, për një stacion të ri, modern dhe me pompa të reja. Drejtuesi i ujësjellës kanalizimeve në Vlorë garanton se në të ardhmen të tilla probleme do të evitohen pasi gatishmëria do të jetë maksimale.